spekulimet për një ndarje mes ish presidentit amerikan Barack Obama dhe bashkëshortës së tij Michelle Obama. Por cila është e vërteta? Prej disa muajsh në media kanë qarkulluar raportime për një divorc të mundshëm mes çiftit Obama. Këto pretendime u nxitën pasi ish presidenti amerikan u pat të merrte pjesë i vetëm në disa evente publike, pa praninë e Michelle Obamas. Mungesa e saj në këtë ngjarje nxiti thashë theme për një krizë në martesën e tyre. Megjithatë, së fundmi vetë Michelle Obama i hodhi poshtë këto spekulime. Gjatë një podcasti, ajo sqaroi arsyet pse ka qenë më e tërhequr nga jeta publike kohët e fundit, duke i dhënë fund zërave për një ndarje mes saj dhe ish presidentit Barack Obama. Ish zonja e parë amerikane ka munguar në inaugurimin e dytë të presidentit amerikan Donald Trump, si dhe në ceremoninë shtetërore të varrimit të ish presidentit Jimmy Carter në janar. Michelle dhe Barack Obama kanë qenë së bashku për 32 vjet dhe kanë 2 vajza së bashku. Për më shumë rreth kësaj, lexoni në telegrafi.com.